Përshëndetje Nisa, Ymeri, mirë se kena ardhur në Solo Intervista. Sot jemi me shtëpinë studio Kadare. Kënaqësi t'ju pres këtu, në fakt jemi saktësisht në hallin e pritjes së apartamentit Kadare, i cili funksionon si një muze letrar prej vitit 2019 në maj të vitit 2019, është hapur për herë të parë për vizitorët. Dhe prej atëherë çdo ditë pret mira njerëz çdo vit për t'i treguar një pjesë të trashëgimisë që ka lënë pas shkrimtari ynë Ismail Kadare. Çfarë ka veçantë ky muze që nuk i kemi tek muzeun Gjirokastër? Thuaj se gjithçka është ndryshe përveç faktit që edhe atje edhe këtu ka jetuar Ismail Kadare. Atje në vitet e para deri në moshën e studimeve, pra deri në moshën 18 vjeçare, ndërsa këtu në këtë apartament ka banuar prej vitit 1973, menjëherë pas përfundimit të kësaj ndërtese, e cila ka një historik dhe unë do doja shkurtimisht ta theksoja pak më vonë, dhe deri në vitin 1990. Pra Ismail Kadare është nisur për të eksiluar në Francë në 1990 prej këtij apartamenti. Gjitha telefonatat e fundit që janë përshkruar në librin e tij nga një dhjetor në tjetrin janë bërë me atë telefon që është i ekspozuar aty dhe që vizitorët mund ta shohin. Dhe gjithçka konservohet këtu, gjithçka ruhet këtu është 100% autentike. Kjo bibliotek që është pas shpinës time, televizori, kondicioneri, deri edhe perdet aty janë 100% origjinale të apartamentit. Sigurisht dhe çdo libër, sigurisht dhe pjesa më e madhe e mobiljeve. Ka dhe një 2-3 riprodhime të vogla, siç është ky poltron apo kjo karrige në cilën ne jemi ulur. Të ngjashme kanë qenë në kohën që familja jetonte këtu, por bëhet fjalë për objekte të cilat konsumohen. Kur vjen fjala tek gjërat e tjera, që janë librat, që janë objektet e tjera të shkrimtarit e të familjes së tij, ato janë absolutisht autentike. Dhe është fat i madh në fakt që janë autentike. Arsyeja pse janë ruajtur është sepse pas 1990-s, vetëm pak vite më vonë ky apartament është banuar nga nëna e shkrimtarit, pakës më vonë nga motra e tij, Kadria apo Kakuja, siç njihet, dhe nuk ka qenë i banuar. Dhe kjo ka bërë që të ruhet ajo që ka qenë origjina e apartamentit, me parketet e kohës, me dyert e kohës, me gjithçka të kohës. Dhe e veçanta tjetër e madhe është që vetë godinën e ka projektuar arkitekti shumë i njohur i Shqipërisë Max Velo në fillim të viteve 70, dhe ndryshe njihet si pallati me kuba. Vetë Max Velo përveç kësaj ndërtese, në cilën më pas u strehuan artistët, këtu ka jetuar Ismail Kadare, një kat më lart drejt Roagolli, po në këtë godinë shumë artistë të tjerë, mes të cilëve dhe kompozitori shumë i njohur i shqiptarëve, Fehim Ibrahimi, pra kanë qenë të gjithë një pjesë e madhe të rëndësishmeve të kohës, kanë qenë këtu, në këtë pallat në qendër. Max Velo përveç projektit të godinës ka projektuar, ka bërë dhe interior designin e apartamentit Ismail Kadares. Edhe ky apartament është ndryshe nga gjithë apartamentet e tjerë, përfshi edhe atë të drejtë Roagollit, një kat mbi apartamentin ku gjendemi ne. Një nga detajet shumë të rëndësishme interesante është kjo derë këtu rrëshqitëse, e cila ka qenë kështu që në kohën që Ismail Kadare ka jetuar në studion e tij ndodhet edhe një oxhak. Është i vetmi oxhak nga studimet që mund të gjendet në një godinë banimi të ndërtuar në ato vite, i cili ishte funksional. Një oxhak për cilin Max Velo e ka psuar dhe përmendet edhe në dosjen hetimore të Max Velos. Kjo derë, vetë pallati me kuba, sepse konsideroj shumë avangard për kohën. Pallati me kuba u asociua pak me kubizmin, i cili ishte ndaluar në Shqipërinë asaj kohe. Oxhaku dhe kjo dera rrëshqitëse u konsideruan element shumë modern për kohën, që nuk mund t'i kishte një apartament i zakonshëm i ndërtuar në Shqipërinë e 1970-s. Dhe të gjitha këto element që unë ju përmenda
përmendje në dosjen hetimore të Max Velos dhe në akt akuzën e tij. Pra, dhe ne kemi ekspozuar atë dosje origjinale këtu. Një pjesë të saj e kemi këtu, akt akuzën e kemi këtu, sepse vërtet ky është apartamenti muze i shkrimtarit Ismail Kadare në Tiranë, por nuk është vetëm Ismail Kadares. Pra brenda këtyre mureve ka një histori të tërë Shqipërie e cila mund të tregohet në një mënyrë apo në një tjetër, dhe patjetër që Max Velo është një nga emrat e rëndësishëm që ka pika të rëndësishme takimi me vetë godinën dhe sidomos me apartamentin. Folëm për telefonin, edhe për ikën e Kadares, po themi pak. A është përgjuar ky telefon sipas informacioneve që keni në atë kohë? Nuk ka të dhëna nëse është gjurmuar apo jo, me shumë gjasa jo, por nuk di ta them me saktësi këtë gjë. Ajo që di të them është që vetë Kadareja i ka dokumentuar një pjesë të objekteve dhe edhe në veprat e tij, dhe telefoni sigurisht është një nga ata. Me siguri ndjekësit tuaj do ta shohin imazhin e telefonit dhe do të kuptojnë që ai nuk është një telefon i zakonshëm për kohën. Sikurse ky televizor që është këtu nuk është i zakonshëm, ai është me ngjyra, ka një telekomand, pra ka këtu objekte të cilat janë vërtet shumë të veçanta dhe nuk mund të shihen edhe nuk kanë qenë në shtëpitë e shqiptarëve të asaj kohe. Po, për ta kuptuar të publiku, televizori dikur nuk ishte siç është sot, shkoi edhe ndroi kanalin atje. Sigurisht. Edhe ai televizori ka disa butona, por ka një telekomandë e cila është prodhuar enkas për shtëpinë e shkrimtarit, kështu që sigurisht që ka pasur, le themi, ato privilegje që është krejt normale, nuk mund të themi që është egzageruar. Shkrimtari një mirë kohës edhe vazhdon. Absolutisht. Në guidat lokale apo kombëtare, është Studio Kadare? Ne po përpiqemi shumë fort, të paktën këtë një vit e gjys në të cilin ne drejtoj këtë muze, shtëpinë Studio Kadare dhe shtëpinë Studio Agoldi, kam marrëdhënie shumë të afërt me guidat, i ftoj ata që të vinë ta shohin, sepse një pjesë e tyre edhe nuk e din vërtet vlerën që ka ky apartament. Por unë më duhet t'ju them përmes jush çdo guide që mbase do të na ndjek që nëse në botë ekziston një vend ku mund të shihet trashëgimia që ka lënë pas Ismail Kadare përmes objekteve, ai vend është vetëm ky. Nuk ka një të dytë tjetër në botë. Ne këtu kemi librat me të cilët ai ka punuar, objekte, dhomën e gjumit ku ai ka fjetur, studio në cilën ka shkruar, skrivanin apo tavolinën e punës në cilën ka shkruar, pra studioja e tij ruhet thuajse komplete. Sepse ju përmendët shtëpinë e Gjirokastrës, sigurisht ajo ka pasur një fat tjetër, është djegur, kanë humbur shumë elemente origjinal, është bërë dhe është ribër. Është pa diskutim një pikë takimi shumë e rëndësishme me shkrimtarin dhe me qytetin e tij të lindjes, por nuk ka rëndësinë që ka ky apartament për të gjithë dorëshkrimet që ruan dhe për gjitha këto objekte që unë ju përmenda. Për shembull, pas jush aty është një portret, është portreti i parë në historinë e pikturës në Shqipëri, i cili është kushtuar shkrimtarit Ismail Kadare. Ai ka qenë në këtë apartament në momentin që është muzealizuar, nuk dihej se cili ishte piktori, autori që e kishte realizuar, dhe ishte shumë e dëmtuar. Pak muaj më parë, në fakt ishte një proces që zgjati shumë kohë, restauratori i Galerisë Kombëtare të Arteve, Olsi Laska, dhe disa studiues të tjerë morën përsipër që ta restaurojnë. Sigurisht me kërkesën tonë dhe me një vedi absolute që ai portret, i cili qartazi dukej dhe ashtu i dëmtuar siç ishte, kishte vlera të mëdha artistike, duhej patjetër të shpëtohej. Gjatë procesit të restaurimit u identifikua në fakt edhe autori. Autori, për fatin tonë të madh dhe për fatin e madh të rritjes dhe një vlere të kësaj trashëgimie, ishte Vilson Kilica. Vepra mendohet të jetë realizuar mes viteve 58-60, kur të dy kanë qenë student në Bashkimin Sovjetik. Ata kishin shumë kontakt me njëri tjetrin. Vilson Kilica e kishte nënshkruar veprën nga pas, duke shkruar Kilica në shasin e pikturës me alfabetin rus.
Pra nuk ka asnjë dyshim që ajo është një vepër e këtij piktori. Kjo është një vlerë e jashtëzakonshme për muzeun, sikurse e thash, për faktin që është portreti i parë kushtuar Kadares, për faktin që u zbulua autori që është një piktor jashtëzakonisht i rëndësishëm i Shqipërisë, dhe për faktin që vepra tani është e shpëtuar, është e restauruar, është e ekspozuar mirë këtu në shtëpinë e tij dhe secili që vjen mund të shohë Kadaren e fillimeve të karrierës së tij. Ai ka pozuar për të realizuar ky portret, pra ka qëndruar aty ku piktori e ka realizuar atë. Po aty kemi edhe dy bibla. Dy bibla të cilat janë shumë të rëndësishme për ne, edhe për kulturën e kombit. Njëra është një bibël në gjuhën frënge, e cila është e botuar në Bruksel në vitin 1892 dhe konsiderohet sot një antikuar, hyn në fondin e librave të vjetër të rrallë. Nuk kemi identifikuar deri tani një kopje të dytë të këtij libri, që do të thotë me shumë gjasa, nga kërkimet në bibliotekën kombëtare që ruan fondin më të madh të biblave në Shqipëri, nuk ka një kopje tjetër, që do të thotë ajo mund të jetë e vetmja. Nuk dihet se si ka rritur në shtëpinë e Kadares. Aty ka një vit dhe me shumë mundësi është nga bibliotekat e konfiskuara që qarkullonin në atë kohë dhe ka qenë gjithë kohën këtu, në këtë apartament dhe në kohën kur feja nuk lejoj në Shqipëri. Ndërsa një bibël tjetër është pak më e re në moshë, por shumë e rëndësishme për historinë e Kadares, të familjes, të kulturës shqiptare. Ajo është e përkthyer nga hebraishtja në shqip, e botuar në 1914 në manastir, në qytetin tonë të alfabetit, dhe është një dhuratë e Elena Kadares në vitin 1963 me një nënshkrim për Ismail Kadaren. 1963 është viti i martesës së tyre. Të dyja biblat ishin të dëmtuara relativisht shumë. Ne kemi dërguar pa një bashkëpunimi shumë të vyer me laboratorin e restaurimit të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Ato janë restauruar dhe janë shpëtuar dhe tani mund të ekspozohen dhe të shihen nga kushdo. Tu kemi kaq shumë pafund gjëra origjinale, saqë duan ditë për edukimin e të rinjve të Shqipërisë. Unë paka shumë edhe jam një brez që të televizorin se kam parë me gjyra, po këtë bufen jo kaq të madhe. Po, e kemi parë. Po të rinjt kur vjen shumë në kuadrët e edukimit, me leximin, me njohjen e Ismail Kadares, edhe letërsisë shqipe. Çfarë i bën përshtypje këtyre? Thuaj se gjithçka, nuk e presin atë që shohin, si të rinjt ashtu edhe vizitorët, sepse vinë me një lloj skepticizmi, nuk mendojnë që vërtet këtu është e konservuar kaq shumë pasuri, kaq shumë objekte dhe kaq shumë trashëgimi. Dhe befasia është ajo e para. Pastaj kur fillojnë dhe marrin guidën këtu, sigurisht që mbushen me informacion shumë të madh. Ne kemi themeluar një program edukimi, kemi vërtet mira nxënës, jo vetëm nga Tirana, por nga gjithë Shqipëria që na vizitojnë. Për shembull, jo më larg se ndoshta këtë fundjavë apo tjetrën kemi grupe që na vinte nga jashtë Tirane. Pra ka shumë nxënës dhe mësues të cilët janë kontaktuar drejtues shkollash, drejtues të drejtorive arsimore për t'i treguar që duhet të vinë patjetër ta shohin. Pra për mua nuk duhet të ketë asnjë të ri shqiptar që nuk duhet të kalojë nga këtu. Ismail Kadareja, sikurse edhe Dritori Agolli janë autorët më të mëdhenj tanët. Janë pjesë e kurrikulas, në fakt Kadareja është edhe kurrikulës europiane në shkolla, jo vetëm shqiptare, po mbetemi të shqiptarët. Janë pjesë e kurrikulës shkollës. Ku më mirë se këtu mund të vinë të bëjnë një lexim, një orë letrare, të prekin nga afër një pjesë të trashëgimisë apo edhe të shohin vendin në cilin ka shkruar Ismail Kadareja. E kanë kaq afër, është kaq. Pra njerëzit në botë na vinë turistë nga gjithë bota dhe emocionohen vetëm që shohin ku është ulur Kadareja dhe ku ka shkruar dhe ku ka marrë frym. Kështu që në këtë pikpamje programi ynë i edukimit është duke e bërë këtë gjë, sigurisht asnjëherë nuk është mjaftueshëm dhe duhet që mjediset të tilla realisht të gëlojnë, po themi, nga vizitorët. Këtu kemi shumë vepra që janë, po themi, të ekspozuara.
Në vërtet vlera e veprës kadares cila është? Po, vepra e kadares, sot për shembull që ne flasim është e përkthyer në rreth 50 gjuhë të botës, kështu që le të themi vullën e suksesit ja ka vënë lexuesi në gjithë botën, i cili është aty për kadaren, dhe ne kemi vizitorë të cilët jo vetëm e kanë lexuar, po e njohin shumë mirë veprën e tij. Vepra e kadares nuk mund të matet me asnjë lloj fjale që mund të them unë tani, përveç se duhet thënë që është një nga shtyllat shumë të rëndësishme të kulturës sonë kombëtare. Aty ke histori, aty ke mite, aty ke një lloj reagimi për ngjarjet ndryshme politike, aty ke dëshmi, aty ke një luftë realisht me penë, përtej sloganeve që të luftoj me push dhe me penë, Kadareja ka luftuar me penë. Për shembull, është një nga kontributorët më të jashtëzakonshëm në çështjen e Kosovës, në diktaturë pa diskutim, po edhe në liri. Për çështjen e Kosovës, për shembull, nëse i referohemi mira intervistave, letrave, ditarit që ai ka mbajtur për Kosovën, një luftë reale që ai ka bërë përmes fjalës së tij kudo ku ftohej në ato vite shumë të edhshme për gjysmën e kombit ton. Ja pra kjo është vlera e një shkrimtari i cili ka zgjedhur që përmes veprës së tij, kujdesshëm atëre kur nuk mundej shpenguar dhe shumë drejt për drejt në liri, të mund të ndikonte në një farë mënyre dhe fatet e kombit. Në fund të kësaj bisede, se ne do bëjmë edhe një shëtitje të vogël në pavionet që kemi këtu, çfarë mesazhi keni ju për ata që nuk e kanë vizituar akoma? Unë e thash, do doja që çdo shqiptar të vinte këtu. Ne kemi në fakt numrin më të vogël të vizitorëve individuale kemi në shqiptar. Edhe nuk do lodhem asnjëherë se thëni këtë gjë, sepse ne nuk e kemi ende kulturën familjare që në një të shtunë, në një të diel, në një moment pushimi, të mund t'i marrim fëmijët përdore dhe të vizitojmë një muze. Dhe unë do doja shumë që familjet shqiptare të mund ta bënin këtë gjë dhe të kishin ndriçimin e duhur për ta bërë këtë gjë, sepse po themi vlerat që marrin nga vizita të tilla, dhe unë po them me që jemi në shtëpinë Studio të Kadares, po në shumë hapësira të tjera kulturore të Shqipërisë, sepse kemi plot muze të tjerë. Vlerat që marrin dhe njohja që kanë për kulturën e kombit është vendimtare për çfarëdo lloj gjëje që do duan të bëjnë ata në jetë. Pra ne shpesh kemi atë nxitjen për të shkuar për të vizituar kryeqytetet e Europës dhe duhet patjetër të shohim Louvrin. Sigurisht që kjo është një gjë fantastike që ka filluar të ndodhi, por mos harrojmë asnjëherë që për ne së pari është e rëndësishme kultura jonë, dhe pa njohur kulturën dhe vlerat tona, sigurisht që hapat e tjerë do jenë të çajl. Dhe mbi të gjitha, bota sot është likuide, kufit gati janë zhbër. Shqiptarët kanë filluar qarkullojnë. Sikur se francezët mburren me kulturën e tyre, do duhet edhe shqiptarët të mburren me kulturën e tyre. Në 2-3 takime të rëndësishme që ne kemi pasur për 9 dhjetorin e Kadares në Athinë, në Sofje, të tjerë që do të jenë më vonë gjatë pranverës dhe sidomos vjeshtës, unë ju kam thënë shqiptarëve aty ku ne kemi shkuar që ju duhet të ndjeheni as pak inferior, sepse kemi një shkrimtar i cili dhe para viteve 90 komunikonte me elitën intelektuale të kohës. Ai ftoi në festivale, ai ftoi në leksione të hapura, ai këmbehej me shkrimtarët dhe me mendimtarët më të njohur të botës. Dhe duke e pasur këtu dhe duke e pasur të trashëgimi këtu, është mëkat i madh që të mos e njohim, të mos e vizitojmë edhe të mos ju tregojmë edhe të tjerëve që shikon ne e ruajmë këtë pasuri në vendin tonë, kështu që do duhet ta vizitoni. Dhe po, për ta mbyllur, numri më i madh i vizitorëve individual, nëse nuk përfshim në këtë numër nxënësit e shkollave që vijnë përmes këtyre programeve të edukimit që unë ju përmenda, janë absolutisht të huaj. Për shembull, në këto momente që ne jemi, qarkulluan në muze dikujt 10 persona, vetëm një ishte shqiptar, ndërta gjithë të tjerët ishin francez, belg, të tjerë. Të falenderoj për përkushtimin që ke në drejtim të
jo vetëm të historisë së Kadares, po dhe të përkujdesit që tregon këtë muze, se i shoqëron vetë, tregohesh e gatshme për të folur, për të komentuar. Absolutisht po, dhe unë dua në fakt në fund të them një gjë tjetër shumë të rëndësishme. Cili do vizitor që futet në këtë muze ka një guidë e cila e shoqëron. Dhe ka një guidë e cila e shoqëron në anglisht, në frëngjisht, në italisht, në turqisht. Guidat tona zyrtare janë të përkthyera për ata që duan që ta bëjnë vetë vizitën në muze. Guidë tjetër është këtu. Është brenda muzeut dhe cili do që dëshiron që përtej kësaj guidat janë dhe të përkthyera, guida zyrtare, ata mund ta marrin në dorë. Përveç tyre gjuhëve që u përmenda, është edhe në spanjisht, është dhe në gjermanisht, është dhe në serbo-kroatisht, është dhe në proces përkthimi në disa gjuhë të tjera. Pra kushdo që futet këtu brenda, duhet të ketë vetëm dëshirë për të marrë informacione, sepse asgjë tjetër nuk e pengon. Dhe janë specialistët e muzeut, ata që bëjnë një punë të jashtëzakonshme, shumë të përkushtuar, për t'i pritur dhe për t'cjell të gjithë këta vizitorë çdo ditë që ne jemi të hapur. Shumë të kujtesëm, sepse keni menduar dhe serbo-kroatishtën, po themi në ish Jugoslavia. Jemi në Ballkan. Nuk ka aq shumë, por ne duam që ata të shtohen. Nëse ne ju ofrojmë gjuhën, nëse ne po, sepse Kadareja është për herë të parë në fakt pas bullgarishtes është i përkthyer nga Esad Mekuli në gjuhën serbo-kroate. Patjetër që e njohin, patjetër që e vlerësojnë me gjithë këtë ngërçin që ka pasur Kadareja politik tani me Serbin për çështje të kombit, po që sigurisht vepra e tij nuk ka lidhje fare me këtë gjë. Patjetër që serbët e lexojnë dhe ne jemi kujdesur që po të jetë edhe në këtë gjuhë të Ballkanit, sepse sikur se ju thash, ne jemi duke u përpjekur çdo ditë që agjencitë turistike të cilat sjellin turistë të huaj të mund ta shndërrojnë shtëpinë Kadare në një pikë të rëndësishme në guidat e tyre. Kjo është hapësira, në fakt kjo është hyrja e studios, është shumë interesante mënyra se si, pra kemi një dhomë të madhe që hapet edhe mbyllet këtu dhe nuk mundet që të kaloje në studio direkt nga dera nga hyrja kryesore. Kjo është studioja private Ismail Kadares, këtu mund të futeshe vetëm me leje të posaçme. Patjetër që është e ruajtur e gjitha, ju mund ta shihni. Dhe këtu është një lloj mbretërie tjetër e shkrimtarit. Çfarë ka kjo hapësirë të veçantë përveç? Kjo gjithçka e ka të veçantë në fakt. Vetë kjo bibliotekë që ju shihni, shumë mendojnë që nuk është e asaj periudhe, në fakt është 100% e asaj periudhe dhe në një film tjetër që ne shfaqim në një dokumentar të realizuar për Kadaren, të gjitha fotot dhe xhirimet janë këtu. Kjo është një mobilje importuar nga Italia. Dhe kjo ka shërbyer si biblioteka private e Ismail Kadares. Këtu ka pasur edhe shumë libra të ndaluar. Disa prej tyre ne i ruajmë, për shembull është Simone de Beauvoir në rusisht, sepse ai ishte i njohur sigurisht shumë i mirë edhe i rusishtes. Ka pasur Virginia Woolf, Decameron e Boccaccios që u ndalua, domethënë përveç librave të tjerë, ka pasur edhe libra të cilët aty jashtë nuk mund të lexoheshin lirshëm. Jashtë ishte kështu. Edhe mund të lexoheshin, po fshehura. Po fshehurazi, gjithmonë fshehurazi. Po si lejohej. Besoj që nuk kanë kontrolluar dhe kjo është arsyeja pse kanë ekzistuar ata libra këtu, përfshirë edhe biblat. Për shembull, biblat thuhet që janë ruajtur në dhomën e gjumit, sigurisht janë ruajtur pak më me kujdes se sa
botime të tilla, por mendoj që nuk është kontrolluar edhe fjala në njerëzit e shtëpisë apo të afërt. nuk është, do të thënë nuk ka shkuar deri aty çështja. Ai është Oxhaku që ju përmenda, dhe për ata që ende se kanë vizituar Kadareja, çdo mëngjes ulej aty gati në gjunjë edhe shkruante. Ai ishte vendi i tij i preferuar për të shkruar. Dhe nga tregimet e bashortes së tij Elena Kadare, shpesh Oxhaku ndizej dhe në verë, sepse Kadare e frymëzonte shumë shkrimi aty. Ndërsa skrivania apo tryeza e tij e punës është shumë e veçantë për shumë arsye. Para sepse nuk është një model që qarkullonte në Shqipërinë e kohës. Ismail Kadare e ka parë këtë model në një revistë franceze dhe i ka kërkuar ustallarëve shqiptar që ta riprodhojnë atë. Në fakt shumë moderne për kohën, një skrivani e madhe e bollshme. Ky është një nga objektet gati të vetme që Ismail Kadareja përveç krevatit të tij dhe një pjesë të dhomës së gjumit e ka zhvendosur nga apartamenti në momentin që ka filluar të jetojë mes Shqipërisë dhe Francës. E ka zhvendosur në rezidencën e tij në Durrës dhe ka shkruar deri vonë aty. Në momentin që po bëj gati hapja e këtij muzeu në fillim të 2019-s, i është kërkuar nga ekipi i arkitektëve që skrivania e tij të vinte këtu. Sipas tregimeve të tyre, ai ka refuzuar kategorikisht që ta sjell skrivanin këtu, ka thënë që ky është vendi im i punës, unë nuk mund të ndahem prej tij, atëherë ata kanë prodhuar një tjetër skrivani eksakt si kjo, edhe e kanë dërguar aty dhe kjo skrivani për fatin e madh të gjithëve është këtu, sepse është tavolina në të cilën Ismail Kadare ka shkruar më gjatë se në çdo tavolinë tjetër. Pra mendoni nga 1973 deri në 90-ën, shumë vite më vonë pas 90-s, pra është një objekt vërtet shumë i rëndësishëm në pikpamje të procesit krijues të shkrimtarit dhe patjetër një objekt muzeal me vlera shumë të mëdha. Pra të kemi objekte edhe të veçanta dhe të shtrenjta, po themi për kohën, për periudhën proprie. Karrige aty shumë thjesht, kanë pasur edhe shtëpi. Dhe ato karrige kanë një histori tjetër, ajo nuk është origjinale, është standarde, nuk është origjinale e apartamentit, por është e asaj kohe. Në dhomën e filmit, ne kemi karrige, të cilat i kemi marrë nga Muzeu Historik Kombëtar. Ata kanë nxjerrë disa objekte të vjetra që kishin aty për shkak se është në proces rikonstruksioni dhe ne kemi marrë dy komplete të karrigeve të kohës që janë sigurisht në harmoni me gjithë pjesën tjetër të apartamentit dhe të periudhës së ndërtimit dhe kur është jetuar. Kështu që po, edhe ajo është një karrige e asaj periudhe edhe origjinale totalisht. Objektet që kemi këtu, edhe ky parket, është një parket standard i kohës. Absolutisht po. I egzageruar, Vetë pallati në fakt është konsideruar si një godinë e cila i kushtoi shumë shtetit shqiptar për ta ndërtuar, për shkak të formës që kishte, materialeve që u përdorën, një lloj luksi, për shembull në dy anësoret e pallatit ka një lloj ventilimi të mirë. Dhe në dosjen e Max Velos një ndër akuzat ishte edhe kjo, që kishte realizuar një projekt shumë të kushtueshëm. Përndryshe pastaj pjesa tjetër brenda apartamenteve deri diku ka qenë standarde, edhe ky parket është një parket që ka ekzistuar në shtëpi thuajse të çdo shqiptari të kohës që ka pasur një parket dhe me shumë kujdes dhe me një mirëmbajtje të duhur ne për fat e kemi ende parketin origjinal këtu. Kadareja për shembull, ku bazohej më shumë, se thamë që ulej për të krijuar aty ndonjëherë në tavolinë, tek cilët nga shkrimtarët që duken më së shumti dhe në këtë bibliotekë. Kush më shtjellë më shumë, cili ka padur si pikë referimi? Këtë nuk di ta them, po ai frymëzohej shumë nga mitologjia greke për shembull. Atë edhe e ka përkthyer, pra është një nga përkthyesit e veprave më të rëndësishme. Nuk di nëse e ka njohur greqishten aq mirë, po nga frëngjishtja po, ka përkthyer dhe ne kemi dhe një ndërshkrim për shembull të Orestias Eskilit, të cilën ai e ka përkthyer nga fillimi deri në fund, madje nga vetë tregimet e Kadares, ai lexonte
pa i kuptuar. Patjetër që Shakespeare ka qenë një nga po themi personat që e ka frymëzuar më shumë, kështu që besoj këtu, domethënë në këto ujëra mund të notojmë për të thënë se çfarë e ka frymëzuar. Përndryshe pastaj Ismail Kadareja ka qenë një njohës i jashtëzakonshëm i mitologjisë shqiptare. Kjo vërehet patjetër në veprën e tij, e cila dhe mitologjia jonë dhe personazhe dhe fryma e saj është e plazmuar në një farë kuptimi në veprën e Kadares, kështu që nuk mendoj që është frymëzuar nga diçka specifike, po është frymëzuar nga rryma të rëndësishme të letërsisë botërore, patjetër që po. Këtu jemi fakt te letërsia, po ka dhe lidhje me historinë, po të bënte prezantime një letrar, do të bënte shumë, ju e keni më të përmbledhur. Diçka për dimrin e fundit e dimrin e vetmisë madhe, është qepur dimrit Kadareja. Mbasi ka parë aty atë errësirën e kohës apo interpretime ka shumë dhe unë patjetër që nuk do doja të merrja atributet e një studiuesi letrar për të futur në le të themi në kritik të mirëfillt letrare. Por sigurisht që fakti që ai ishte dimri i vetmisë së madhe, pastaj u bë dimri i madh dhe pastaj u rikthye si dimri i vetmisë së madhe, sigurisht që kanë qenë tronditje të forta politike për kohën. Pra letërsia e Kadares nuk ka qenë e thjeshtë, madje shumë studiues të botës sot, një pjesë cilëve kanë ardhur këtu dhe ne edhe jemi përpjekur të marrim informacione, nuk e mendojnë dot se si mund një shkrimtar të shkruante në atë mënyrë në komunizëm. Se disidenca është bërë kryesisht jashtë vendeve, pra ka shkrimtar disident të cilët kanë shkuar në Francë apo në Amerikë. Ndërsa Kadareja këtë gjë e ka bërë duke shkruar këtu brenda. Dhe kjo ka qenë një kurajë e madhe, por në të njëjtën kohë dhe një zotësi e madhe, sepse ai gjitha gjërat që ka dashur t'i thotë, i ka thënë ndër rreshta. Jemi të dhoma e gjumit. Po. Kemi një gjysmë bibliotekë, po themi ne këtu, ku ka qenë krevati? Ka qenë në këtë pozicion, nuk është ruajtur, sepse Ismail Kadare ka vendosur që ta marrë me vete krevatin dhe patjetër që në momentin që është bërë projekti i muzealizimit, nuk është parë, le të themi, e mundur përfshirja e tij në këtë formë që do të kishte muzeu. Sot kjo dhomë gjumi shërben si një hapësirë e lirë studimi, pra kushdo mund të vi këtu të aksesoj veprat e Kadares, cilat janë të gjitha, dhe të mund ta shfrytëzoj, po themi këtë si një hapësirë të lirë studimi, pra është një lloj kontributi që muzeu e jep për të rinjt, për studentët, për studiuesit, kush dëshiron. Kjo është një hapësirë pa pagesë e muzeut, mund të vinë edhe me qetësi të lexojnë veprën e shkrimtarit. Marrë një libër aty, ta hapin? Lirisht. Sigurisht librat që janë të rinj dhe në përdorim, sepse kjo bibliotekë këtu ka edhe libra që janë të vjetër nga biblioteka e hershme para 90-s së Kadares, të cilët nuk mund të aksesohen kaq me lehtësi dhe nuk janë për këtë çështjen e leximit të ditës, le të themi, por patjetër nëse një studiues apo një student i letërsisë apo kushdo tjetër ka dëshirë që të bëjë ndonjë kërkim shkencor, arkivat tona janë të hapura, objektet tona janë të hapura dhe sigurisht janë të lutur dhe të lirë të vinë të gjithë. Kemi një dorëshkrim aty? Po. Këtu ruhen edhe disa dorëshkrime, ndër të tjera, unë e përmenda në nisje të bisedës. Një pjesë e vogël e dorëshkrimeve i ruajmë ne, pjesa tjetër më e madhe janë në arkivin qendror shtetëror. Sigurisht që një muze mund të ruajë edhe dorëshkrime, por nuk është kjo puna e parë e tij. Ajo që unë mendoj që do duhet të bëj muzeu është që
të paktën të ketë kopje digjitale të dorëshkrimeve dhe të fotografive dhe të videove, dhe ne jemi në këtë moment në një proces të krijimit të një fondi digjital. Tani që flasim, në arkivin e filmit është bërë një kërkesë për të marrë nga aty çdo frame që ekziston dhe që shfaqet Ismail Kadareja. Gjithashtu në fototekën e Agjencisë Telegrafike Shqiptare. Do të bëjmë shumë shpejt një thirrje që kushdo që ka imazhe të rralla të mund të sjellë dhe të bëj pjesë të këtij fondi digjital, sepse muzeu do duhet të funksionojë edhe si një qendër kërkimore. Dhe ne jemi duke punuar që kjo gjë të ndodhë sa më shpejt jetë e mundur, sikurse jemi duke punuar që prej kësaj ndërtese ne të fillojmë disa guida shumë speciale. Kadareja ka shkuar shumë për qytetin, për Gjirokastrën patjetër, po edhe Tirana është shumë e rëndësishme veprën e tij. Disa vepra kanë ngjarje dhe personazhe që lëvizin nëpër qytet. Dhe shumë shpejt, në 23 prill, vetëm javën e ardhshme, ne do të shpallim guidën e parë të Kadares në Tiranë. Fa kjo ka qenë një nismë me muzeut që në fillim të tij, për arsye subjektive apo objektive nuk ka vazhduar në atë kohë. Drejtuesja e asaj kohe e institucionit Ana Shkreli e ka prezantuar të nismë. Ka qenë një gjë fantastike në fakt që do të ndodhte në Tiranë. Nuk ndodhi, përveç se disa momenteve të vogla që ajo e filloi guidën, por ne kemi rimarrë këtë projekt shumë të rëndësishëm të muzeut, e kemi transformuar në një formë që do kemi Tiranë destinacione. Pra çdo vepër që ne do ta gjykojmë bashkë me studiues të letërsisë që ja vlen të nisemi nga këtu me vizitor për të shkuar në qytet, për të nxjerrë pasazhe nga veprat edhe për të treguar që Kadareja ka shkruar për Hotel Dajten, për Ish-Komitetin Qendror të Kohës, për Bankën e Shqipërisë. Pra do të jetë një le të themi guid shumë speciale që nis nga muzeu, nga kjo godinë historike dhe nga ky apartament historik, dhe pastaj do të kemi një lloj qasje ndryshe, për shembull për në punësin e Pallatit të Ëndrave, për Gjeneralin, për e penguara, mjegullat e Tiranës. Pra ka disa vepra të cilat mund të shndërrohen në guida shumë interesante në qytet. Ne do përpiqemi që ajo të jetë aq kohë sa turisti të ketë, që prandaj po i diferencojmë dhe po i bëjmë mini guida të vogla në mënyrë që pastaj kushdo të rrigjë ditën në Tiranën e Kadares dhe ta kemi ofertën që të mund të bëhet edhe një ditë e plot, por për momentin duke njohur shumë mirë dhe mënyrën se si funksionojnë grupet e turistëve dhe sa kohë kanë vizitorët që të kalojnë në një destinacion, ne po përpiqemi që këto guidat të veçohen për këtë arsye që të mund të jenë të përmbledhura dhe të përfundojnë brenda një ore një çerek, maksimumi një orë gjys, duke ecur në këmbë në qytet. Që se jemi në qendër afër, po. I kemi të gjitha gjërat në favorin tonë. Ma të zhvellu favorizonte ose preferonte modernizmin, kubizmin dhe ludizmin, të cilat janë shkrepur mes viteve 60 deri në vitet 80. Për shembull, një fotograf Zvelo është dënuar me një në Peterburg për shkak të udhëtimit të kësaj ndërtese. Në fakt, edhe fotografia e vet është po ashtu që në Tiranës, por kemi patur një kishë të pasur Dera pas Petersburg zakonisht përdorej nga vizitorët, ndërkohë që dera dyja u shkatruan në vend të pazarit të vjetër është ngritur pallati. Në fakt, siç e përmenda edhe në fillim të vitës, pallati është direkt pas
se si ka qenë qyteti Tiranës në kohë që Kadare ka jetuar këtu. Pra për fjalë për fotografi. Dhe kjo është arsye pse ka ndryshuar. Në rastin e Ismail Kadares, familjes së tij, me disa të suvenire nga të kujtë. Nuk kam ndjenjë, të gjendet në të dyja versionet. Momentalisht në Shqipëri, ndërkohë që dy vajzat e tyre, Gresilda dhe Besiana, Gresilda është profesore në Universitetin se të gjitha apartamentet e tjerë të ndërtesës. Arsyeja është se pasi ndërtesa ndërkohë që piktura që shohim në mes